më vjen mirë që dolëm në këtë pikë dhe ti edhe këtë mesazh dhe ofrove edhe ti modelin tënd individual, sepse kjo është bërë sfidë e gjithë shoqërisë shqiptare. Unë personalisht gjithmonë e shoh me shqetësim dhe e potencoj këtë me aq sa kam hapësirën dhe rolin tim në komunikim që ne jemi një popull konsumator dhe po mbetemi konsumator dhe po shkojmë drejt konsumerizmit pa që një popull ndërtues. Dhe besoj, nuk e di nëse mundet ti të më plotësosh ose dhe të më korrigjosh do desha, nëse mund të evidentosh që handikapi më i madh yjini përpos gjërave shumë të mira që mund të kemi është pikërisht që ne nuk po bëhemi dot popull ndërtues. Pra, ne shkojmë të shfrytëzojmë, të marrim nga të mirat që tjetri ka krijuar me shumë sakrifica, me shumë durim, sepse po themi, po marrim referencë botën e Perëndimit, ne e dim që historia e Perëndimit është një histori e sakrificave të jashtëzakonshme për të arritur në këto standarde, nuk është kaq e thjeshtë. Shumë e vërtetë. Është provuar me ndryshime sistemesh, me betejë, me luftra, me revolucion. Lufta ditëbotërore, do të 70% e Perëndimit ka krijuar sigurisht një mirëqenie, dhe ti shkon ta shfrytëzosh atë, ta marrësh nga dirsa që ai ka krijuar, ta marrësh të gatshëm, pa qenë i aftë ta ndërtosh vetë atë. Kjo është njëra prej defekteve që na si shqiptar i kemi, mos ta them gjenetikisht, por i kemi në të rësi se na jemi shumë të aftë të punojmë në mënyrë individuale, deportojmë thellë, larg, mirë po në organizimin ton dhe menaxhimin e resurseve njerëzore nuk kemi edhe aq suksesshëm.